Tror janë të pranishëm nëse po më dëgjon përshëndetje. Përshëndetje lartë edhe për ty dhe për të gjithë shikuesit tuaj. Unë ndodhem në Hag në cilësinë e gazetarit të Mitropolit, cili jam vetmi gazetar nga Kosova që ka ardhur për ta mbuluar drejt për drejt ngjarjen me akreditim nga NATO. Këtu pak orë më parë arriti edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili erdhi me një mesazh drejtuar Izraelit, i cili tha se është i kënaqur me marrëveshjen e arritur në mes të këtij shteti dhe Iranit, dhe po ashtu tregoi se do të mbajë edhe një takim me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili takim pritet të mbahet më njëherë pas një darkë solemne që do ta kenë së bashku me mbretërit e Holandës, mbretin dhe mbretëreshën e Holandës, të cilët i kanë ftuar liderët e të 32 shteteve në këtë darkë që do të organizohet sonte. Sot paraprakisht qytetarëve të botës ju drejtua edhe Mark Rutte, sekretari general i NATO-s, i cili në forumin publik të NATO-s foli në lidhje me gjitha zhvillimet e sigurisë në botë dhe theksoi edhe një herë rëndësinë e forcimit të aleatëve brenda Aleancës Veriatlantike, por po ashtu theksoi edhe rëndësinë e mbrojtjes së Ukrainës, se që këto dy tema janë dy prej temave kryesore të cilat do përbëjnë diskutimet në Hag të Holandës. Duhet theksuar po ashtu faktin se nga të gjitha aleatët po kërkohet që buxheti për mbrojtjen të jetë në 5% të buxhetit të përgjithshëm, pra të GDP-s popullore. Përveç kësaj, sot patëm edhe një mesazh që Rutte i kishte dërguar Trumpit, të cilën Trump e publikoi në rrjetin e tij social Truth, ku Rutte i tha se ai ka arritur diçka që asnjë president amerikan nuk ka arritur ta bëjë për dekada të tëra, dhe se Rutte i ka bindur të gjitha aleatët që buxheti të jetë në 5%, 3.5% e cilit do të shkojë në drejt për drejt në industrinë e mbrojtjes, ndërsa 1.5% në cyber security. Duhet pasur parasysh po ashtu faktin se Donald Trump do jetë një prej figurave kyçe në këtë summit, e që do të jetë edhe summiti i tij i parë si në cilësinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njëjtë sikur për Rutten në cilësinë e sekretarit general. Faleminderit shumë për këtë përmbledhje. Urall e di që do t'jesh edhe ditëve të ardhshme atje, edhe pritën zhvillime pas kësaj darke që paralajmërove edhe do prej qëndrimeve dhe konkluzave zyrtare. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve, paqen një mbrëmje të këndshme.